4 ide për mënyrën se si duhet të shndrohen parqet dhe sheshet kryesore me vepra arti janë përzgjedhur si më të mirat nga Bashkia e Tiranës. Vepra Rrugtimi me autorsi të Deni Çelës është një kompozim abstrakt me simbolik mbresat e kujtimet që mbeten nga perceptimet e udhëtimeve nëpër traditën tonë kulturore. Kormili është një tjetër vepër realizuar me material me fletë metali. Autor është Zabit Coka. Ai intrigon me lojën me linja që përshkruhen dhe ndërpriten nga njëra tjetra, duke formuar njolla grafike. Vepra e tretë e përzgjedhur është Raketa, e ideuar nga Ilian Tanini, aktivist i shoqërisë civile i cili për disa muaj ka kundërshtuar me forcë projektin e kënditolorave të Bashkisë së Tiranës. Raketa është origam ose avion që imiton aeroplanët prej letre, të cilët i bëjnë fëmijët në lojrat e tyre. Vendi i përcaktuar për vendosjen e kësaj vepre do të jetë pranë ish fushës së aviacionit. Në Park Urinia do të vendoset vepra Valltarët, krijuar nga Besart Pepa. Ky kompozim përcjell nota pozitive dhe është i përshtatshëm për hapësirë rekreative parku. Pozicioni i veprës është pranë lulishtes së Park Urinia. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i tha se këto vepra do të transformojnë hapësirat në qytet. Jetën time gjërat më të ndaja kam mësuar kur kam humbur. Arti ka një fuqi transformimi të jashtëzakonshëm në shoqëri. Efekti i veprave të para që instalohen fillimisht do të jetë ndryshim në kulturë përpara se të jetë ndryshim në infrastrukturë. Vepra do të ekspozohen në bazamente provizore në disa nga parqet e qytetit, ndërsa bashkia synon që këtë konkurs ta kthejë në një traditë për qytetin e Tiranës.